Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka organizuar këtë të martë Open Day, një ditë e hapur për të prezantuar ofertën akademike për të gjithë maturantët e këtij viti. Sheshi përpara rektoratit është e mbushur nga gjimnazistë, të cilët e shohin këtë institucion të arsimit të lartë si një mundësi shumë të mirë për të vijuar nesër studimet e larta. Ky është aktiviteti i parë i këtij lloji që organizohet me këtë pjesëmarrje të gjerë, ideuar në mënyrë të veçantë nga rektoria e Universitetit të Vlorës, profesore doktore Aurela Saliaj. Ky aktivitet bëri bashkë student dhe maturant, ndërsa zëvendës rektoria Frosina Londo e cilësoi një ditë shumë të veçantë. Të dashur gjimnazistë të shkollave të mesme të qytetit të Vlorës, të dashur student, të dashur kolegë, sot është një ditë e veçantë për universitetin, një aktivitet të përbashkët për promovimin e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Të dashur gjimnazistë, këtu mund të gjeni gjithë informacionin rreth të 4 fakulteteve të Universitetit Ismail Qemali dhe të gjithë departamenteve të Universitetit Ismail Qemali. Kryetarja e Këshillit Studentor të Universitetit të Vlorës, Altea Hoxhaj, thekson se është një kënaqësi dhe privilegj të studiosh në Universitetin Ismail Qemali për të realizuar ëndrat e tua, por edhe për një jetë studentore të pasur. Matura dhe gjimnazi nuk janë fundi i një rrugtimi, përkundrazi, janë nisja drejt një fluturimi plot ëndrash me shpresë. Çdo kush nga jush jam e bindur se ka ëndrat e tij, ka patjetër edhe synimet e tij. Unë vi nga Fakulteti i Shkencave Humane në Departamentin e Drejtësisë, i cili më ka ofruar dhe e them me plot bindje një jetë studentore kaq të pasur. Besoni që universiteti ka përqyer një eksperiencë të çmendur dhe ju ftoj të bëheni pjesë të Departamentit të Drejtësisë, sepse aty do të kuptoni që do të jeni jurist shumë të mirë, gjyqtar shumë të mirë, prokuror shumë të mirë, noter shumë të mirë, do të jemi nezër i vendit dhe unë besoj këtë gjë. Kanë përshëndetur edhe antarët të Këshillit Studentor të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Sipas tyre, ky është vendi ku ëndrat marrin formë dhe ku çdo ditë jepet një arsye më shumë të besosh te vetvetja. Fakultetet ofrojnë një sër zgjedhjesh dhe një treg pune të urritur. Universiteti Ismail Qemali nuk është vetëm një vend mësimi, është vendi ku ëndrat marrin formë, ku gabimet bëhen mësime dhe ku çdo ditë të jepet një arsye më shumë për të besuar tek vetja. Çdo fakultet është si një urë që na lidh me të ardhmen dhe ne studentët jemi ata që ecim mbi këto ura me zemrën plot shpresë dhe syt nga horizonti. Të dashur maturant, nëse kërkoni një vend ku të mësoni, ku të mos jeni vetëm numra, por zërat që dëgjohen, ku dia bëhet forcë dhe miqësitë zgjasin gjithë jetën, ky është vendi ynë. Së pari, një student dëshiron të ketë zgjedhje. Dhe vetë Fakulteti i Ekonomisë ofron një sër zgjedhjesh nga programet e studimit në bachelor, duke nisur me ekonomiks, financë, kontabilitet, menaxhim biznesi, menaxhim turizmi apo marketing, me masterat të profilizuar si mastera shkencore apo profesional, si dhe programe 2 vjeçare profesionale. Të nderuar maturant, sot do të flas me ju që ende nuk e keni zgjedhur degën në të cilën do të vazhdoni për mundësi drejtdijes dhe drejtësisë ardhme. Si ndër këto mundësi është edhe Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore, i cili nuk është vetëm një godinë me klasa e laborator, por është një hapësirë ku fa një staf akademik të përkushtuar do të krijojnë mësues, inxhinier, kërkues dhe lider të së nesërmes, një vend në të cilin ju mund të nisni, mund të mësoni si të ndërtoni ëndrën me dorën tuaj. Shpresoj që ne të jemi të parët në listën e renditur të degëve që ju do të zgjidhni dhe të vini ta përjetoni nga afër këtë eksperiencë. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar edhe shumë takime me gjimnazistët maturant në shkollat e qytetit të Vlorës dhe më gjerë, ku ka prezantuar fakultetet dhe programet. Ndërsa në ditën e hapur morën pjesë jo vetëm maturant, të cilët janë të Vlorës dhe rrethinave, por edhe të ardhur nga rrethet të tjera të vendit. Por rektorati ka zgjedhur edhe mënyra të tjera promovuese nëpërmjet mediave apo edhe të vetmit ekran reklamues në qytetin e Vlorës që gjendet në zonën e Skelës.